Kosova ndodhet në një nga momentet më kritike politike të viteve të fundit, me një afat kushtetues që po skadon, një buxhet emergjent të sapo miratuar dhe një ofensive të re diplomatike. Muaji mars pritet të përcaktojë nëse vendi do të ketë stabilitet apo do të rrshas sërish drejt kutive të votimit. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë përmbledhje të aktualitetit politik. Le të shohim se çfarë po ndodh saktësisht në prapaskenat e Prishtinës. Kriza e mundësme numër 1 është zgjedhja e presidentit të Republikës. Mandati i presidentes aktuale Vjosa Osmani skadon më 4 prill, por kushtetuta e kërkon që pasardhësi ose rizgjedhja e saj të përfundojë një muaj më herët, pra deri më 4 mars. Këtu fillon matematika e vështirë. Lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri Albin Kurti kanë 57 deputet, por për të zgjedhur presidentin, në sallë duhet të jenë fizikisht të paktën 80 deputet për të bërë quorumin. Pa votat e opozitës, ky proces është i bllokuar. Për të shmangur zgjedhjet e parakoshme, kryeministri Kurti ka nisur një ofensiv takimesh me liderët e opozitës, Bedri Hamzën dhe Lumir Abdigjikun. Ndërkohë, shefja i deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, Arbërin Agavsi, konfirmoi bisedimet, por e mbajti të pshehtë emrin e kandidatit. A do ta mbështesë opozita sërish Vjosa Osmanin për një mandat të dytë, apo po negociohet një emër i ri konsensual? Nëse deri më 4 mars nuk ka marrëveshje, vendi shkon automatikisht në zgjedhje të reja brenda 45 ditësh. Murat Jashari, refuzimi i prerë. Pas javësh spekulimesh se ai mund të ishte shpëtimtari i unitetit, Murat Jashari i dha fund çdo llogarie politike me emrin e familjes së tij. Nuk e bëj. Ja kemi bërë të qartë, ose më sakt, unë ja kam bërë të qartë Albin Kurtit. Emri i familjes Jashari nuk mund dhe nuk duhet të përdoret për kalkulime politike apo pazare mes partive. Albin Kurti, stabiliteti ose zgjedhjet. Kryeministri, i mbetur pa kartën e Jasharve, tani po luan me mesazhin e përgjegjësisë institucionale, ndonse opozita e akuzon për shitje mjegulle. Vendi ka nevojë për stabilitet demokratik dhe konsolidim të plotë institucional. Ne nuk dëshirojmë të mbështesim për muri opozitën, por kërkojmë një përmbyllje të proceseve kushtetuese që adreson nevojat e qytetarëve e jo krizave të panevojshme. Bedri Hamza, standardet mbi emrat. Lideri i Partisë Demokratike ka mbajtur një qendrim parimor, duke refuzuar të diskutojë emra pa u dakorduar fillimisht për profilin e presidentit. Partia Demokratike mbështet dikë që nuk e përfaqëson vetëm një parti, por që i përfaqëson të gjithë, pozitën, opozitën dhe qytetarët. Nuk jemi të interesuar për marrëveshje politike për poste, por për një figurë me integritet vendor e ndërkombëtar. Lumir Abdigjiku, kushtetutshmëria si prioritet. Abdigjiku mbetet në pozicionin e rojtarit të institucioneve, duke kërkuar një proces që nuk e kthen presidentin në mjet të ekzekutivit. Roli i presidentit është unifikues dhe mbipartijak. Lidhja demokratike do të jetë konstruktive në funksion të stabilitetit, por vetëm për një kandidat që garanton pavarësinë e institucionit dhe nuk i shërben agjendave të ngushta partijake. Ramush Haradinaj, i gatshëm për çdo skenar. Haradinaj, i njohur për qasjen e tij direkte, ka lënë të kuptohet se aleanca është gati edhe për zgjedhje nëse nuk ka marrëveshje dinjitoze. Sa i përket presidentit, Kosovës i duhet dikush që ka guxim dhe maturi. Nëse nuk gjendet gjuha e përbashkët, ne jemi gati të kthehemi te populli. Më rrafshinja politikës së jashtme, javët e fundit kanë qenë jashtëzakonisht dinamike. Së pari, në Washington, presidenti Vjosa Osmani mori pjesë në bordin e paqes, ku mori garanci të forta nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump. Ky i fundit vlerësoi progresin mes Kosovës dhe Serbisë, duke i dhënë Prishtinës mbështetje direkte për sigurinë dhe dialogun. Në Prishtinë, qeveria e re u konfirmua fuqishëm nga ndërkombëtarët. Krye diplomati Gleu Konjufsa nisi mandatin me takime intensive me ambasadorët e Mbretërisë së Bashkuar, Francës dhe Bashkimit Evropian. Mesazhi ishte i qartë: Kosova mbetet e palkundur në rrugën euroatlantike, teksa u vlerësua lart aplikimi i sancioneve ndaj Rusisë. Paralelisht, në Vjenë, u kërkua me ngulm marrja e statusit të vendit kandidat për në Bashkim Evropian. Një moment i veçantë ishte vizita e ministres së jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali. Ajo takoi të gjithë krerët e shtetit dhe opozitën, duke kërkuar nga Bashkimi Evropian heqjen e standardeve të dyfishta për Kosovën. Lajmi i madh në ky takim, riktimi i fuqishëm i projektit strategjik për ndërtimin e hekurudhës Prishtinë-Durrës, që pritet të konkretizohet në mbledhjen e ardhshme të dy qeverive. Ve së fundmi, një lajm i rëndësishëm vjen nga sistemi i drejtësisë. Më 26 shkurt, hapet zyrtarisht konkursi për 2 gjyqtarë të rinj në gjykatën kushtetuese. Kryeparlamentarja Albulena Hashu theksoi se ky proces ka marrë dakordim të plot politik.
Ajo që bie në sy është apeli i fortë për gratë profesioniste që të aplikojnë, me qëllim që të rregullohet disbalanca e thellë gjinore në këtë institucion, ku aktualisht shërbejnë 6 burra dhe vetëm 1 grua. Presidenti, buxheti, hekurudha kuqezi dhe garancitë në Washingtoni. Kosova po kalon 1 muaj që do të lërë gjurmë të thella në vitin 2026. A do të kemi tynë të bardhë për kreun e shtetit, apo vendi do të përbalet me zgjedhje të reja? Këtë do ta mësojmë në ditët në vijim. Faleminderit që ndoqët këtë analizë. Nëse ju pëlqeu ky format, mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë përditësime nga aktualiteti politik. Shihemi në videon e radhës.